nderuar shikues, mirë mbrëma ku jemi prapë përsëri në podcastin Okult, në podcastin e Liris në gjuhën shqip. Sot jemi përsëri me mikun ton të përreshëm zotin Olsi Yazxhi, me të cilin do të bëjmë një bisedë mbi gjeopolitikën, por pak do ta nisim dhe me aktualitetin këtu në Shqipëri. Falenderojmë sponsorat tanë të emisionit, të cilët dalin vazhdimisht me logo dhe me shërbimet e tyre kryesore këtu në ekran. Ti mjafton të googloni emrat e tyre në Google dhe me njerë ty në kontakt me ta për shërbimet dhe ofertat e madrave të tyre. Ju kujtoj që ne kemi dhe një gazetë, një website, një gazetë online që quhet okult.org, mjafton ta shkruani okult.org në Google dhe me njerë ju do të hyni në faqen e gazetës tonë ku do të shikoni lajme dhe shkrime interesante nga këto që kemi ne në natyrën tonë. T'ju kujtoj që tashmë mund të shikoni emisionet tona dhe në titra në gjuhë tuaja, sepse këta e mundson YouTube-i, dhe njëkohësisht e fundit po jo për nga rëndësia, mos harroni ta ngrini gurin e Sizifit kaq aty para ekranin dhe të bëni subscribe. Është pa lek, pa para, ju shërben ju, na shërben edhe neve. Ju merrni informacion në kohë, ndërsa ne kemi ato lehtësirat tona nga YouTube-i. Ta fillojmë me njërë bisedën me mikun tonë Olsi Yazxhi, i cili sigurisht që ngjall shumë debate sa herë del me qëndrimet e tij, i cili përpara kombit vendos umetin musliman. Pra të gjitha kombet janë të barabarta përpara Allahut, nëse thash gabim, Olsi mund të më korrigjoj. Dhe kjo është arsyeja pse shumë nacionalistë shqiptar nuk e kanë qef Olsin, pavarësisht se ai për gjëra ndërkombëtare bën analiza të paanshme dhe do të thoja shumë të sakta. Olsi, mirëmbrëma dhe mirë se më ke riardhur këtu në podcastin Okult. Merhaba, mirë se u gjej. Këto kohë ke qenë ende nga Tajvani më duket? Po, isha në Tajvan, isha për një konferencë dhe jam kthyer përpara pak ditësh. Po. Dhe ishte një vizitë interesante, domethënë kjo është vizita në Kinën numër 2 për ata që njohin historinë e Republikës Popullore Socialiste të Kinës. Republika e Kinës e Popullore Socialiste lindi pas luftës civile ndërmjet Mao Zedongit, forcave komuniste të cilat mundën forcat nacionaliste të Chiang Kai-shis dhe forcat e Chiang Kai-shis të cilat u mundën nga komunistët, u detyruan dhe u tërhoqën në Tajvan, ku shpallën edhe krijimin e Republikës së Kinës në 1949 pak a shumë, kur ata u mundën në Kinë, domethënë edhe nuk mundën që ta mbanin Kinën. Dhe që nga 1949 nga Internacionale Komuniste. Po. Dhe nga 1949 ne kemi dy Kina. Njëra është Kina Republika Popullore Socialiste e Kinës, e themeluar nga Mao Zedongi dhe që sot udhëhiqet nga Xi Jinpingi. Dhe kemi këtë Kinën tjetër që e quajnë vetëm Republika e Kinës, por që nga marrëveshja amerikane me Deng Xiaopingun. Ka shtete që e njohin këtë Tajvanin? Tajvani ka shumë pak shtete që e njohin, dhe problemi i Tajvanit është se si pasojë e presionit që Kina i bën vendeve të tjera të botës, njohjet e Tajvanit sa vinë edhe zhduken. Nga që kinezët pik numër 1 që kanë domethënë kur bëjnë marrëdhënie me vendet e tjera, është që Republika Popullore, ajo që njohim ne si Kina, domethënë, i bën presion vendeve të tjera që i thonë nëse doni që të keni marrëdhënie me ne, duhet që të prisni marrëdhëniet me Tajvanin. Tajvani është pak a shumë sikur Kosova me Republikën e Serbisë,
ku kemi një shtet që është Republika e Kosovës, i cili u shkëput nga Jugoslavia në 1999 dhe 2008 shpalli pavarësinë, por që Kosova akoma nuk njihet nga ligji ndërkombëtar dhe nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s, edhe pse Kosova ka më shumë njohje se sa Tajvani, tek e fundit fare, edhe Kosova, kur vjen puna në aspektin e ligjit ndërkombëtar, është pak a shumë në situatën e Tajvanit. Por ajo që të bën përshtypje, nëse krahasojmë Kosovën me Tajvanin, është që Tajvani është shumë i zhvilluar, është shumë i perëndimorizuar, domethënë është një vend jashtëzakonisht i zhvilluar në krahasim me Kosovën, e cila vuan nga varfëria. Po. Mirë, Olsi, qa mendon këtu për këto situatën në Shqipëri, kështu e ke ndjekur në qik? Po, situatën e kam ndjekur pak a shumë nga larg, me sa duken punët është Edi Rama dhe qeveria e rilindjes janë duke u gëzuar për fitoren e tyre, vjedhjen e votave, dhe me sa duket që tani që Edi Rama e siguroi, domethënë, mandatin përsëri, organet e tija, tatimet, policia, spaku e tjerë, po i vërsulen shqiptarëve në mënyrë të tmerrshme. Për shembull, në datën 28 maj, lexova në mediat e Tiranës se si tatimet po i sulen shqiptarëve duke i konfiskuar makinat e luksit atyre që kanë makina të shtrenjta, dhe tatimet do të bëjnë një ligj i cili, domethënë, po nxjerrin ca vendime të cilat janë kriminale dhe antikushtetuese, ku qytetarëve shqiptar do t'i rrëmbehen makinat me forcë, nëse ata nuk deklarojnë të ardhurat. Një vendim tjetër që qeveria e Ramës do sjelli, që u njoftua nga gazeta Shqiptarja në datë 27 maj, është që Banka e Shqipërisë do të nxjerrë rregulla të reja për zyrat e këmbimit valutor apo për exchange-et, ku exchange-eve nuk do t'i lejohet që të thyen më shumë se sa 1 milion lek, domethënë rreth 10.000 euro në cash. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë atë që kemi përmendur edhe në bisedat të mëparshme bashkë, ku ta bankierët zionistë, të cilët kanë nën kontroll ekonominë dhe financat e Shqipërisë, duan që të sigurohen që shqiptarët nuk do kenë asnjë kokër leku më në xhepat e tyre. Gjithë lekët që ata i kanë duhet t'i kenë nëpër banka, sepse duhet kujtojmë tani që exchange-et janë ajo penxerja e fundit ku shqiptarët mund të lëvrin ndonjë para të cilën nuk ja kanë dorëzuar akoma bankierëve zionistë. Dhe me këtë vendim që do të sjellë Banka e Shqipërisë, do të thotë që, domethënë, ai terrori ekonomik kundër shqiptarëve sa vjen edhe po përshkallëzohet, duke mos i lejuar shqiptarët që të thyen më shumë se sa 10.000 euro në change, do të thotë që shqiptarët nuk do të lejohen që të bëjnë dot asnjë aktivitet ekonomik, sepse ne e dimë që shqiptarët parat nuk i fitojnë duke punuar në Shqipëri. Në Shqipëri nuk ka punë dhe ata persona që punojnë marrin rroga qesharake, nga 300 deri në 500 euro në muaj. Dhe dihet që parat që i kanë bërë shqiptarët, i kanë bërë nëpërmjet emigrimit. Shiko, për të së vërtetës, në administrat ka rroga që kanë mbajtur 700-800 euro, domethënë rroga mesatare. Ata që punojnë në administrat, por jo ata që punojnë nëpër fast food edhe nëpër lavazhe. Domethënë ne dimë se njerëzit e administratës kemi edhe deputetët që marrin 3 milion lek muaj, nëse s'jam gabim. Por edhe me këto lek nuk janë të mjaftueshme për shqiptarët që të investojnë në ekonominë e tyre dhe ekonominë e vendit.
Dhe ne e dim që shqiptarët lekët i bëjnë jashtë Shqipërisë, se në Shqipëri burimet natyrore të vendit janë pjesë e monopoleve e të huajve, domethënë duke filluar që nga nafta, të cilën Shqipërisë ja vjedhin bankierët zionist me në krye Wesley Clarkun, edhe me Rex Tillersonin që kanë kompaninë Bankers Petroleum, kompani e cila edhe i ngri kokën Adriatic Lallus kur ai kërkoi në kohën kur ai ishte prokurori i përgjithshëm që kjo kompani kriminale të hetohej për dëmin ekologjik që ata i shkaktuan zonave të Patozit dhe Marinzës, për të cilën amerikanët edhe shpallën non grata e dëbuan nga Shqipëria, ku ambasadori amerikan Donald Du ishte personalisht i angazhuar në shkatërimin e jetës së këtij prokurori. Edhe dua të them që në Shqipëri shqiptarët nuk bëjnë dot lek me burimet natyrore që ka vendi, nga që burimet natyrore që nga kromi deri te nafta janë rrëmbyer ose nga grupet mafioze ose nga zionistët e tjerë. Dhe mënyra se si shqiptarët bëjnë para janë emigrimi, domethënë shqiptarët shkojnë në Londër, në Bruxelles, në Toronto, në New York, dhe puna e tyre se si bëjnë lekët, me drogë, me bixhoz, me ndërtim, duke mos paguar takse e tjerë. Dhe në këtë mënyrë ata, sikur thotë edhe Sami Frashëri në Kamusi Alam, shqiptarët e kanë patur gjithmonë traditë që kanë qenë popull cubash, që sidomos në kohën e perandorisë osmane, ata i shërbenin osmanëve që nga Jemeni deri në Hungari dhe shkonin nëpër vendet e tjera ku rrëmbenin, luftonin dhe kështu pasuroheshin. Por çfarë po do që të bëjë qeveria Rama, diçka që ata e kanë nisur që më herët, është që tani më shqiptarëve nuk do t'i lejohen që të sjellin më lek edhe nëpër çengja. Domethënë leku është shpallur krim në Shqipëri nga qeveria zioniste e Edi Ramës, dhe shqiptarët që kanë lek janë shpall pak a shumë armiq. Pak a shumë atë luftë që bën komunistët në Shqipëri nga vitet 45 deri në 48-49, lufta kundër kulakëve, ne kemi gjithë ata filma që nga Toke për gjakur e tjerë. Ligji për tatimin e jashtëzakonshëm. Po, domethënë ne kemi parë në filmat që Kiço Blushi edhe aparatçik të tjerë bënin në kohën e komunizmit, se si godisnin kulakët, ku kulaku, njeriu i cili kishte pasuri, kishte flori, kishte toka, u konsiderua dhe u kthye në armik të popullit. Dhe atë që bën komunistët, të cilët përmbysën regjimin borgjezo-kapitalist që ka patur Shqipëria përpara vitit 46, ne po kemi përsëritje të njëjtës gjë, por tani më termat që përdoren nuk janë më kulakët edhe borgjezët dhe armiqtë e klasës, por termat që përdoren është lufta kundër evazionit fiskal, pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Pra, çfarë ka bërë ky sistemi zionist që mban në pushtet Edi Ramën? Ky sistem ka risjell luftën e klasave, luftën kundër kulakut, luftën kundër të pasurit. Pra, në Shqipëri, nëse ti je i pasur dhe ke bërë lek jashtë vendit dhe vjen dhe i sjell këto lek në vend, ti cilësohesh si armik, të konfiskohen parat, nëse nuk tregon dot burimin e pasurive, dhe ty nuk të lejohet që të vish edhe të investosh në vendin tënd. Unë mendoj që edhe pse presidenti Trump pasi erdhi në presidencë në SBA, u mundua sinqerisht që të sillte një farë armpushimi dhe paqe ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë. Me sa shihet është Britania e cila sot drejton Evropën dhe britanikët nuk duan paqe me Rusinë. Ukrainasit vazhdojnë bombardimet e qyteteve ruse përpara pak ditësh kur në Rusi edhe u përkujtua fitoria mbi nazizmin, ushtria ukrainase hodhi më shumë se sa 1000 dron drejt Rusisë.
gjë e cila e detyroi edhe Rusinë që t'i kundërpërgjigjej me bombardime në Kiev etj etj. Dhe lajmi më i fundit që po dëgjojmë sot edhe dje është që Berlini apo qeveria gjermane po ka plane për të prodhuar në mënyrë masive raketa me rreze të gjatë të veprimit, ato raketat e njohur si Taurus, me të cilat Kievi do të ketë mundësi që ta godasi Rusin brenda përtej Moskës. Pra, po kemi një përshkallëzim të luftës, britanikët që po e luajnë të gjithë lojën nga pas janë që nuk janë të interesuar për paqe. Dhe në anën tjetër, rusët janë në një dilemë të madhe, domethënë, a duhet të kalojnë në një përshkallëzim të konfliktit, të përdorin armën nukleare që ta shantazhojnë Evropën dhe NATO-n, apo të rrinë urt edhe të shohin se çfarë do bëjnë amerikanët. Nga ana e qeverisë amerikane kemi parë deklaratat e sekretarit të shtetit Marco Rubio, por edhe të Trumpit, ku ata po thonë që ne po lodhemi nga përpjekjet për të arritur një armëpushim. Në anën tjetër, rusët nuk pranojnë që të kryen një armëpushim për sa kohë që ukrainasit nuk zotohen që ata nuk do të marrin armatime të tjera dhe të fortifikojnë ato fortifikatat e tyre. Pra situata duket me të vërtetë e keqe dhe e hidhur dhe shpresat që shumë njerëz patën me ardhjen e Trumpit, ku shpresonin që Trumpi pasi të vinte në pushtet do t'i jepte fund luftës, me sa duket janë britanikët ata që e luajnë lojën dhe britanikët nuk duan paqe. Britanikët janë duke përdorur koloninë e tyre, që është Gjermania, e cila përdoret si kau apo si lopa e britanikëve, ashtu sikur u përdor në vitet 50 për të financuar ndërtimin e Izraelit. Sot e kësaj dite Gjermania po përdoret për të financuar qeverinë e zionistit Vladimir Zelenski dhe për të vazhduar armatosjen deri në dhëm të ukrainasve. Qëllimi i britanikëve nuk është paqja, ata nuk duan paqe, por ata duan mundje të Rusisë. Nga që ata e dinë që nëse do të arrihet një paqe dhe një armëpushim, Rusia do të jetë pala e fituar, pasi Rusia ka marrë Ukrainën, ka marrë rajonet e Donbasit dhe Rusia pak a shumë i ka arritur objektivet e saj, por ata çfarë bëjnë? Ata e nxisin dhe e trimërojnë gjithmonë Zelenskin, i cili gjithmonë deklarohet sikur është prim, sikur është i fortë edhe sikur do të vazhdojë luftën deri në fund. Përpara pak ditësh, presidenti Putin deklaroi që Rusia ka bërë plane për të krijuar një zonë tampon ndërmjet territoreve që Rusia ka dhe Ukrainës. Tani ngelet për të parë se ku do të themelohet kjo zonë tampon. Nëpër media të ndryshme thuhet që ushtria ruse është mobilizuar për të kryer një ofensiv të re dhe për të kapur territore të reja në Ukrainë, në mënyrë që ta shtysë sa më tej kufirin e Ukrainës me Rusinë, në mënyrë që mos të lejoj raketat me rreze të gjatë veprimi që të godasin Moskën dhe qytetet kryesore të Rusisë. Në kësaj vere besoj se nëse nuk Trumpi domethënë nuk arrin që ta bëjë dot paqen, dhe me sa duket është që britanikët nuk do t'i lejnë amerikanët që të bëjnë paqe. Dhe jo vetëm kaq, por ishte edhe një zhvillim shumë interesant përpara 2 ditësh ku ne patëm mbretin e Londrës, princin Charles, i cili shkoi në parlamentin kanadez për të ritheksuar pavarësinë. Mbreti Charles, i cili shkoi në parlamentin kanadez për të ritheksuar pavarësinë e Kanadas. Huarja e mbretit Charles, domethënë ka patur me dekada që monarkët britanik nuk shkonin në Kanada. Shkuarja e tij në parlamentin kanadez është, si më thënë, një show of force apo një tregim force që Londra i bën Amerikës, ku i thotë që ne do ta mbrojmë Kanadan dhe ju nuk e ktheni dot Kanadan në Republikën e 51 të Shteteve të Bashkuara. Pra, çfarë shohim neve në këto momente është që në një farë mënyre amerikanët janë jashtë Evropës, jashtë vendimarrjes,
kemi britanikët, kemi francezët, kemi gjermanët, kemi polakët, ata të cilët po vazhdojnë luftën në Ukrainë kundër Rusisë. Kemi britanikët të cilët po i fusin hundët e tyre edhe në Amerikën e Veriut, kundër doktrinës Monroe amerikane. Për ata që nuk e din, doktrina Monroe është një doktrinë nëpërmjet të cilit që në shekullin 19 amerikanët e kanë deklaruar si vjen e kuqe, ku ata nuk lejojnë fuqitë evropiane që të fusin hundët e tyre në punët e Amerikës. Por po kemi mbretin Charles dhe mbretërinë britanike, e cila po e sfidon Amerikën për pak kilometra përtej kufirit të saj në Kanada, për t'i treguar amerikanëve që ne do të jemi të gatshëm që të qëndrojmë në krah të Kanadas në rast të një agresioni amerikan. Ka disa shenja si dënimi Le Penit, humbja e kandidatëve pro-trumpist në Rumani, dhe ardhja e Mark Carneyt si kryeministër i Kanadas, një njeri pararoj në Bankës Londrës. në luftrat e agendave globale, ish guvernator i Bankës Kanadas, ish guvernator i Bankës Anglisë, njeri që ka hartuar këto procedurat e agendave jeshile në OKB, një nga njerëzit kryesor të Klaus Schwabit atje në World Economic Forum, dhe një njeri super i rrezikshëm që kërkon që Amerika e Veriut të ribjerë në dorë dhe në kontroll të Britanisë, ashtu siç ka punuar edhe ajo që quhet Deep State në Shtetet e Amerikës, i cili punon si ai gjarpri duke dendur nën rrogos për të devijuar vullnetin e popullit amerikan, i cili është ish vullneti i etërve themelues të Shtetet e Bashkuara qysh me 1776. Dhe pikërisht Trumpi këtë bëri duke goditur Deep State-in, u përpoq të godiste planet e Britanisë për ta falimentuar shtetin e Shtetet Bashkuara dhe për ta rimarrë nën kontroll dinastia mbretërore britanike. Sigurisht që unë shikoj një perspektivë shumë të zymte, kam thënë dhe herë tjetër që nga një ranë mund të prapet lufta me Rusinë, e cila nuk ka fuqi të bëjë një luftë konvencionale me një popullat 3 fish apo 4 fish më të madhe dhe me një ekonomi, sepse Rusia nuk është as $3 trilion GDP, ndërsa Evropa është 23, 24, 25, të thuhet edhe 20. Por edhe 20 sikur të jetë është 7 herë më e madhe si fuqi ekonomike dhe si banor ka 600 milion banor bashkë me vendet e Ballkanit që kërkojnë ty në Bashkimin Evropian. Dhe nga ana tjetër mund të kemi Kinën, e cila mund të godas Tajvanin, ashtu siç e tham dhe në fillim të emisionit, që bëm ato insinuatat tona, parashikimet tona të mundshme. Dhe ndërkohë Shtetet e Bashkuara kanë shprehur aspiratat nëpërmjet presidentit aktual Trump që të marrin nga evropianët Kanadan dhe Groenlandën. Njëkohësisht të merrnin në kontroll të cilën e realizuan dhe kanalin e Suezit, ku BlackRocku ja u mori manjatëve të mëdhenj që kishin investuar të racës së verdhë nga Hong Kongu, në mos gaboj, i cili kontrollohet nga Kina, dhe e morën globalistët në fakt të BlackRockut. Kështu Olsi, panorama duket shumë e zymt, duke mos pasur fuqi për të bërë një luftë të gjatë konvencionale. Rusia mund të përdor armët e saj bërthamore. Ndonjëherë mendoj që këta mund të jenë të gjithë bashkë dhe gjithë ky është një skenar që është hartuar në vijat të përgjithshme çfarë do ndodhë, dhe në këto taktikat ditore apo javore vazhdimisht këta elita
konsulton këta aktorët se si duhet të flasin, çfarë duhet të thonë dhe si duhet veprojnë në teren. Dhe kam frikë se mos kanë ndonjë plan për të shpenzuar ato armët bërthamore, të cilat shpeshherë unë mendoj pse i kanë prodhuar gjithë këto qindra e miliarda, triliona dollar me armë bërthamore. Gjithë ky mund dhe energji e madhe e shpenzuar për të bërë raketa me testata fuqishme lëshimi, me distanca të gjata. Për çfarë budallënj janë këta që i kanë bërë kot, apo është një dorë, është mafia që vjen që nga perandoria Asiro-Babilonase dhe që kontrollon shumë institucione sot në botë bashkë me mafien e financave, që është mafia kazare, të cilat kërkojnë her pas here të bëjnë një rivendosje të madhe, duke paksuar numrin e popullsisë me të gjitha llojet e mënyrave dhe të mundësive. Unë mendoj që marrëveshja e paqes do të dështojë. Trumpi e ka kuptuar që këta nuk duan paqe, britanikët, por lufta nëse do të shtrihet kështu nuk dihet se si mund të përfundojë, sepse Evropa do të prapet në disa fronte. Në radhë të parë kundër Rusisë dhe në radhë të dytë kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse Trumpi do kërkojë të realizojë këtë idenë e marrjes së Groenlandës dhe Kanadas. Dhe bota mund të hyjë në një luftë të gjatë 4-5 vjeçare dhe pasojat e luftës sigurisht do të jenë drejt depopullimit. Por këta paralelisht ecin dhe me këto smundjet e reja që edhin këto pandemitë, tashmë ka filluar kjo Covid numër 2, ku e diun çfarë thonë, jo, po do ketë nevojë për vaksina të tjera dhe është e vështirë që ta gënjesh popullin vetëm nëse edhin ndonjë smundje, ndonjë virus shumë të rënd. Virus nuk ka, po ndonjë lloj elmimi akoma dhe më të rënd dhe mund të shkaktojnë vdekje më të mëdha me ndonjë lloj diabolizmi tjetër, për t'i trembur njerëzit dhe për t'i shtrënguar ashtu siç i shtrënguar në herën e parë, për t'i çuar drejt vraskinave. Olsi, po të kalojmë në një temë tjetër dhe ta mbyllim. Këtu në lindjen e mesme, si e shikon situatën, luftën në Gaza, konfliktin ndërmjet Izraelit dhe Iranit dhe luftën mes këtyre dy superfuqive rajonale për hegemoni në lindjen e mesme, nëse Irani është duke realizuar armën bërthamore dhe lëshuesit i ka për të goditur në distanca të gjata apo jo, si janë kapacitetet e Iranit për luftën në ajër ku Izraeli ndjehet superior, çfarë lloj aviacioni dhe fuqie luftarake ajrore ka Irani përballë Izraelit, nëse ndihma ushtarake ruse i është dhënë Iranit në kapacitete që mund të ndalojë luftën nga ajri të Izraelit, kapacitetet detare toksore nëse këto dy vende hynë në konflikt dhe si e mendon nëse Shtetet e Bashkuara të riqen në izolacionizëm dhe sidomos mbas kësaj panorame të re që është krijuar në marrëdhënien midis vendeve të lindjes së mesme dhe presidencës Trump pas vizitës që presidenti bëri në disa vende të lindjes së mesme si në Arabi Saudite, Emiratet e Bashkuara. Atëherë, Fredi, në përgjigje të pyetjes që më bëre, domethënë në lidhje me atë që po ndodh në lindjen e mesme, është që e para është që jemenasit po e vazhdojnë rezistencën e tyre kundër Izraelit. E dyta është që amerikanët kanë arritur një farë armpushimi me Huthiit e Jemenit, por ata e vazhdojnë rezistencën e tyre kundër Izraelit. Ndërsa në lidhje me marrëveshjen nukleare me Iranin, çfarë po ndodh është që amerikanët po mundohen që të marrin maksimumin nga iranianët. Në maksimumin që ata po mundohen të marrin nga iranianët është e para të detyrojnë Iranin që ta pezullojë në mënyrë totale programin e tij nuklear. E dyta që ata po mundohen që të bëjnë është që të mundohen që të sigurohen që Irani
nuk do të mbështesi më milicit islamike sikur Hamasi, Hezbollah e të tjerë. Dhe një përpjekje tjetër që ata po mundohen që të bëjnë është që të imponojnë Iranit atë që i kanë imponuar Shqipërisë, domethënë kontrollin e pasurisë. Sepse Irani është vendi i vetëm së bashku me Korenë e Veriut, të cilët nuk janë antarë të këtyre marrëveshjeve për kontrollin e pasurisë. Domethënë atë që po flisni më herët për Shqipërinë, atë gjë e kanë edhe Turqit, edhe Arabu Sauditët, edhe Katarësit. Domethënë ti sot nëse je qeveria e Katarit apo e Turqisë, nuk guxohen që të financosh asnjë milici, asnjë organizat për te vendit tënd, nga që të gjitha të ardhurat që ti ke, ti duhet t'ia deklarosh bankierëve ndërkombëtar, si pasojë e konventës OKB-s, që quhet United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, apo edhe konventa tjetër që është Combating Financing of Terrorism. Po bëhen përpjekje nga amerikanët që pjesë e marrëveshjes nukleare që ata do bëjnë me Iranin, ta detyrojnë Iranin që të bëhet pjesë e këtyre konventave. Çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që në atë moment që Irani do t'i bashkangjitet këtyre konventave, Irani nuk do ketë mundësi që të financojë asnjë nga milicit islamike që Irani financon deri tani, e që të gjitha të ardhurat ekonomike iraniane do të jenë transparente ndaj bankierëve zionist perëndimor. Po në një mundësi për konflikt me Izraelin, mund të ketë për luftë si e mendon ti, Olsi, Izraeli pa Shtetet e Bashkuara, nëse Shtetet e Bashkuara bëjnë marrëveshje me Iranin, marrëveshje paqe, mendon që Izraeli mund të bëjë luftë e vetme pa ndihmën e Shteteve të Bashkuara ose me ndihmën e shteteve të Evropës, si Gjermania për shembull, që është shprehur e gatshme për ta ndihmuar me armat time? Izraeli nuk ka shanse apo mundësi që të bëj luftë i vetëm kundër Iranit, e që Irani, edhe pse Izraeli është ushtarakisht shumë herë më superior dhe ka teknologjinë më të fundit amerikane dhe perëndimore, sërish Irani nuk është një shtet do si do, por është një perandori i cila mund të përballojë shumë goditje. Izraeli është munduar në ditët e fundit që, domethënë sikur tregonte media perëndimore, por edhe vetë Jerusalem Posti, burimet të CIA-s kanë botuar lajm nëpër media të ndryshme perëndimore, sikur Izraeli po përgatitej që të godiste stacionet nukleare iraniane për të sabotuar marrëveshjen nukleare që Trumpi po do të bëjë me Izraelin. Si pasojë e kësaj, qeveria amerikane e paralajmëroi qeverinë e Netanyahut që mos bëj gaf që të sulmoj iranianët, nga që nëse do bëhej një sulm i tillë, atëherë kjo do të shkatronte marrëveshjen nukleare që iranianët po mundohen që të bëjnë me amerikanët. Projekti apo plani i qeverisë Trumpit është që pak a shumë të detyrojë iranianët që të nënshkruajnë marrëveshje nukleare, mundësisht i detyrojë ata që të bashkangjiten sistemit zionist bankar perëndimor, ku pak a shumë financat e Iranit të vendosen nën kontrollin e zionizmit ndërkombëtar, ashtu sikur janë financat e Shqipërisë, e Katarit, e Arabisë Saudite, e Turqisë dhe e të gjithë botës përveç Rusisë, Kinës edhe Koreas së Veriut. Ngelet për t'u parë, nëse plani i Trumpit do të finalizohet, sepse duhet dim diçka që në Iran ka disa nivele pushteti. Deri tani marrëveshja nukleare ndërmjet amerikanëve po bëhet me qeverinë e presidentit Masoud Pezeshkian, por dihet që vulën e fundit fare e ka Ayatollah Khamenei. Po, si e qartë, të falenderoj për bisedën, them ta mbyllim këtu, qofse s'të ka ngelur në një merak tjetër, për të thënë ndonjë diçka. Të përshëndes atje në Malajzinë e largët, t'ja kalosh mirë dhe të kesh një fundjavë të këndshme. Faleminderit, natën e mirë. Të nderuar shikues, ishim sot në
podcastin Okult me mikun dhe mysafirin ton të përshëm zotin Olsi Azgji, ku si që ndoj që të folëm për një sër temash aktuale të brendshme nga vendi dhe geopolitika. Dhe njerë para se ta mbyll, ju kujtoj që të bëni subscribe, mos harroni kanalit ton, nga do që të hapni linkun nga rrjetet tona sociale, apo direkt nga YouTube dhe kushin rastësisht një subscribe që të meni notification dhe të dëgjoni emisionet tona të cilat vibrojnë në frekuencat të ndryshme nga frekuencat e shumë emisioneve të tjera që ka rreth rrotull vërdall. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim në emision në radhës.